Vlezër të nderuar xhamatit e pranishëm, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E falemndrojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na mundsoi që t'i agjërojmë këtë ditë, ku e lusë Allahun Azza wa Jall që të dalim nga ky muaj me mëkate të falura, të amnestuar nga ana e Allahut dhe të qenë me shpërblime të mëdha të pakufishme, ashtu siç din Allahu Azza wa Jall të shpërblem besimtarët, agjëruesit që ka premtuar në librin e tij, po ashtu dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në sunetin e tij. Allahumma amin. Vazhdojmë me serialin e ligjëratave mëkate të mëdha, ku sot do të shpjegojmë për një çështje e cila është shumë e rëndësishme në Islam dhe peshën e ka shumë të madhe, mirë po shumë nga njerëz janë neglizhent apo janë të lënë pas dore ky ibadet i madh, të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e quajti nur, e quajti dritë, e quajti shtylla e fesë. E njerëzit thojnë mjafton që të jetë vetëm se zemra e pastër, mirë po iman, besim, si që thojnë ehli sunneti, është të shprehurit me gojë, është të besuarit me zemër dhe të vepruarit me gjymtyrtha, pra imani kompletohet vetëm se me këta 3 elemente. Ajo e cila është më e rëndësishmja e kësaj është çështja e namazit, vëllezër të nderuar, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka thonë në librin e tij, as-salatu nur. As-salatu nur. Namazi është dritë. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se namazi është shtyllë prej shtyllave kryesor të fesë dhe bazamenti më kryesor është namazi. Për atë hadithin që e transmeton Abdullah ibn Omeri, i cili thotë bunyal islamu ala khamsin, është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla: shahadatu an la ilaha illa Allah, që është shahadeti, dëshmia se s'ka zot tjetër përpos Allahut, wa anna Muhammadan Rasulullah, dhe i dërguari i Allahut është Muhamedi alayhi salatu wassalam, wa iqamus sala, dhe falja e namazit, wa ita'uz zakat, dhe dhënia e zakatit, wa saumu Ramadan, dhe agjërimi i muajit të Ramazanit, wa hajjul beyti man istata'a ilayhi sabila, dhe haxhi, kryerja e haxhit për atë i cili ka mundësi. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se prej shtyllave kryesore të këtij dini të madh është namazi. Po ashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregon për një rrezik të madh ai i cili e lën namazin. E shumë nga njerëzit mendojnë se namazi është më u falë shumë mirë. Mirë po, çka me bë nuk falet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë: "El ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah." Mes neve dhe premtimit dhe besimit mes jo muslimanve, çka është? Terku sala, është lënia e namazit. Bejna rajuli wa shirki wal kufri terku sala. Mes njeriut, shirkut, idhujtarijës dhe mos besimit, kufrit, është lënia e namazit. Dhe këto argumente që i cekin dietar tregojnë se është shumë gjë madhështore, sepse të gjitha dispozitat të cilët i ka obliguar Allahu Azza wa Jall, të gjitha i ka obliguar në tokë. E ka obliguar zakatin, e ka obliguar haxhin, i ka obliguar respektin e prindërve, i ka obliguar dhe i ka shpjeguar rregullat halalit dhe të haramit, të gjitha i ka bërë obligim në tokë, por pos namazit, ku e fton special, ku hip mbi 7 kat qiell, ku i te i kalon 7 kat qiell, ku e shoqëron me të Xhibrili alayhis salam, dhe deri në 7-in qiell i thot: "O Xhibril, a nuk po më shoqëron?" Tha Xhibrili: "Law taqaddamtu lahtaraqt." Nëse unë edhe një hap do ta kisha bë më tepër, se kjo pozitë ku jam këtu do të isha djegur. "Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum." Çdo melek dhe çdo rob i Allahut e ka një vend caktuar dhe nuk kemi mundësi nga kjo pozitë që të ngritemi më lart. Allahu Azza wa Jall e ngriti Muhamedin alayhi salatu wassalam Sidratul Muntaha, me një vend aq të lartë, aq afër Allahut, sa që tha Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Sami'tu al-aswatul aqlam, sarirul aqlam." I ndëgjova dhe lapsat e shkrimit, cëllit të librit El Mahfudh, libri të cilën kur e ka krijuar Allahu Azza wa Jall lapsin, i ka thonë shkruaj, ka thonë çka të shkruaj,
ka thonë shkruaje çka do të ndodh deri në ditën e Kiametit dhe lapsi ka shkruajtur për kan i caktohet lindja, ku i caktohet vdekja, ku i caktohet smundja, ku i caktohet shërimi, ku i caktohet pasuria, ku i caktohet varfëria, çdo gjë e cila ndodh në rrezullin toksor, kulle jomin hua fishan, Allahu Azza wa Jall në çdo ditë është në veprim, regjistrojnë ata në lohin mahfudh, i kanë dëgjuar pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe në fund krejt kësajna Allahu Azza wa Jall nga bisedat kryesore dhe nga gjërat më të rëndësishme që ja dha porosi direkt Allahu Azza wa Jall. Pa ndërmjetësim me Xhibrilin. Xhibrili u ndal në katin e 7, hipi manalt, u taku me Allahun dhe Allahu Azza wa Jall ja bëri obligim 5 kohët e namazit. Dhe i tha se kjo është lidhja e krijuesit me krijesat. Kjo është lidhja me Allahun me krijesat. E ai i cili e ka këput këtë lidhje, e cili është direkt me Allahun Azza wa Jall, atëherë çfarë lidhje i ka mbeti robit nëse e ka këputur litarin kryesor që e lidh me Allahun Azza wa Jall. Për ata shohim ne shumë nga besimtarët të pikluar, shumë nga besimtarët me depresione, shumë nga besimtarët me mërzia, dhe thënë çka na vjen kjo ngushtimi shpirtëror, sa që ankon thënë nuk kemi mundësi dhe me marë frim, na u ngushtohet frymmarrja, na vijnë mendime shumë të këqija, na troket zemra shpesh në situata të rënda. A i dini pse? Sepse shpirti është i Allahut Azza wa Jall. Dhe se shpirti nëse nuk e ka të lidhjen me Allahun, nuk mund ta gjejnë qetësinë, rahatin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, krijesa më e zgjedhur, njeriu më i afërt dhe më i ngritur tek Allahu Azza wa Jall, thot: "Idha hazaba al-amru fa fazia ala salat." Kur e preokuponte dhe një problem, kur e preokuponte dhe një çështje me rëndësi, e shqetësonte në diçka, nga luftat, nga kërcënimet që u bënin nga mushrikët, nga jehudët, e kështu me radhë, thot fa fazia ala salat, u kthente në namaz dhe e gjente qetësinë shpirtërore, qetësinë e shpirtit dhe qetësinë e gjoksit e krahërorit në namaz, dhe i thonte: "Erihna biha ya Bilal", i thonte: "O Bilal, na qetëso me namaz, thire zonin të falna, qetësona." E njeriu kur falet, qetësohet. Njeriu nuk mundet që t'i zgjerohet gjoksi vetëm se në namaz. Për ata, Allahu Azza wa Jalla i drejtohet Muhamedit alayhi salatu wasalam, thot: "Wa laqad yadiquka sadruka bima yakulun." O Muhammed, ti po të shohim se po të ngushtohet gjoksi. Bima yakulun, nga shpifjet që të shpifen ti je magjistar, e ti je gënjeshtar, e ti nuk je, ti je një poet, e ti nuk je pejgamber, ngushtohet Muhamedi alayhi salatu wasalam. Wa laqad yadiquka sadruka bima yaqulun fasabbi bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin, ti falemndroje, madhroj Allahun dhe bën sejdë. Pse me bë sejdë? Nëse ti bën sejdë, Allahu ka më ta heq këtë barë çka e kin gjoksin tan këto mërzia. Wallahi çdo besimtar, ne ta provon çdo kush, jo prej besimtarve, wallahi prej jo besimtarve. Ka që kanë dalë në intervju dhe i kemi pa dhe i kemi ndëgju me sytë e tonë, i kemi ndëgju me veshët e tonë, duke thonë se më ka kap një shtrëngim gjoksin tem, i kam provu, kam shku në kisha, kam shku në për sinagogët e jehudve, kam shku në për vendet ndryshme, kam shku në për mjek, kam shku në për psihatra, çdo kun më ka shtrëngu atë shumë gjoksi, nuk kam mund ta di se për çka i të vjen. Dhe çka kam bo? Në fund, se normal, në për mediat, Islami është terrorizëm, Islami është ekstremizëm, Islami feje dhunës, feje e problematikave, ku shkohet e musliman, mirë po thaj provova këtë, me thash haj mës të mese djek, që thajmë, mës të mese me rak shkët e musliman. Qa ka ndodh? E ka pas janë të u falë musliman të namaz. Ska dit, as abdes, as kur gjo, drejt u ka lit namaz, edhe po falë si falën musliman. Momentit të që e kun vendos kokën, balin të mësejnë, kam di një knatësi, një rahati, një zgjerim të gjoksit shpirtëror, kur nuk e kisha shiu më herët. Ka dhe që e ka ndodh? Nuk i ka shku me një njerë me pranu islamin. Thot u fala ditë dhe në dita vetin shumë qetë rahat. Isha dita me disponu me qatë ditë. Qa ka bo mas një 2-3 ditëve një jave, u ka ngushtu, prap ka shku në gjami, prap u ka falë, ju ka zgjeru gjoksi. 2 herë, 3 herë, 4 herë, deri sa
një ditë prej ditëve i ka fol njëri prej muslimanëve që e ka takuar, e ka pasë se nuk po din të falë dhe nuk është fytyra e njohur e cila vjen në xhami, ka thonë se unë nuk jam musliman fare, vetëm se kur vi mu fal, vi për me shëru gjoksin tem. E për ata të shka thot Allahu azza wa jall, wa man a'rada an dhikri, kush e lën namazin, kush e lën përmendjen time, ku përmendet më shumë Allahu azza wa jall? Namaz. Përmendet në tejat, përmendet në qiyam, përmendet në ruku, përmendet në sejdë, prej fillimi deri në mbarim, prej Allahu Akbar deri selam aleikum, përmendet Allahu vazhdimisht. Wa man arada an dhikri, po thot Allahu, ato që e lën adhurimin tim, ato që e lën përmendjen time, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, do ta ketë një jetë ngushtë. Do ta ketë një jetë ngushtë, një jetë vështirë. E shef ti pare, ka pasuni, ka ker, ka shtëpi, ka ket, ka. Thot besin jam të marr frimba, ato mu duk se jam të marr prej birrës gjelpanës. Çka? Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ka me pas jetën ngushtë, ka me pas jetën me probleme, ka me pas jetën me depresione, ka me pas jetën shumë vështirë. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma, e thot ditën e gjykimit Allahu azza wa jall do ta ringjall këtë njeri të verbur dhe do të thot Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, do thot o Zot, pse më ringjallë mu i verbur kur unë isha me sy? Qala kadhalika atatka ayati fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Ne në dunjë ti sjellnim ti argumentet tona, mirë po ti ishe neglizhent ndaj argumenteve tona, sot ne të lomi ti të verbur, ashtu si që ishe i verbur në botë, ku ti nuk e shikoshe argumentet e Allahut, nuk e hapshe librin e Allahut, Kur'anin, dhe nuk i hapshe librat e Islamit dhe sunetit e Muhamedit, alayhi salatu wassalam, për ta kuptu këtë dinin të madh të Allahut azza wa jall, këtë Islam. Vlezër të nderuar, për me tregue vlera atë që është e madhe në Islam, ndëgjojeni rastin e prekshëm të Omerit radiallahu anhu, i cili atë dert e kishtin dhe këtë sahabët, dhe imami sahabëve, Muhamedi alayhi salatu wassalam, a e dini në fjalët e fundit duke dhënë emanetin e tij, a e dini që i ka përdorur fjalët e fundit? As-sala wa ma malakat aymanukum. Namazin ruajini, namazin dhe robërit që i keni në kompetencat tuaja. Të parën xho ruajini namazin. Kanë thonë dietarët, i para xho që kanë me hub muslimanët namazin, kur ta hupin namazin kanë me hub shumë sende. E sot shohim shumë probleme, hoxha nuk jam mirë, hoxha më ngushtu shpirti, kam shumë probleme, kam shumë depresion, vend se me marr abdes dhe me i fal direqate, dhe me shpreh të gjitha problemet, të gjitha të lashët që i ka Allahu azza wa jall, e ai është alimun bi dhati sudur, është i ditur i cili e din çka ka në gjoksin e njeriut, çka ka në krahërorin e njeriut. Musa alayhis salam e luti, çka tha? Rabbi shrah li sadri, o Zot ma zgjero gjoksin tim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ma lehtëso çështën time. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, që ma zgjidh gjuhën time, që unë kur të flas me njerëzit të më kuptojnë, e lutje bëni këtë dua, bëni këtë dua, bëni sejdë, merr abdes, fali direqat nafile, bëni sejdën, lutë Allahun, bëni çka dua, edhe hajde të unë dhe trego sa atë ka kalu çka depresioni, që mërzia, që piklimi apo jo. Mirë, po ne çka bëjna? Për shkak se e kina lidhet e dopta, i kina kaput lidhet me Allahun azza wa jall, edhe nuk kena kuni çfarë opcioni alternative tjetër, çka bëjna? Shkojna në apatek, më në diazapoma. Merri se unë i kumpi gjedi, si kum flet jam knaq. Kur kush nuk i thot, lexo me Kur'an ka me tu qetësu shpirti, falbe namaz se ka me tu qetësu shpirti, ban besejë se ka me tu qetësu, jo, drejt e diazapomat, drejt e qetësusit. Pse? Se i kina hup rrugën me Allahun azza wa jall. Muslimanët kur nuk kanë pas depresione. Unë kur patar për studimeve sefte, as një javë si pa ta bo, shkove me një vend të Evropës atje, sefte pa tani, hoxho stres, unë se ala se pa ta marrë veç ka o kjo stres. Shka abe kjo stres? Se në kuptojsha, edhin? Ato theshin ju zhivot Arabije jetojnë, edhin? S'pa stres. Pse? Jo që ku me diçka. Po ti e fal namazit shumë qetson.
E tu orë këtu, pastaj pi Evropës, e tonë të shku në Evropë, e prun stresin edhe të ne. Shte njëri ditë, shumë kam stres. E ki pa, jashtë Ramazanit, vazhdimisht thot, s'ka punë, hoxhobe, s'ka punë, shumë i mërzitshëm, s'ka punë, s'ka lëvizje, hiç mos më fal. Kur i thush, hajde be shtaj shfalu, valla kam punë jam i zën. Se edhe shitoni kur e punësoj bash në Ramazan shtaj, valla be hoxhë s'kam, valla shumë jam i zën, se shumë kisha pas qef mu falun. Po mirë be ta 11 muaj më ki thonën, valla jam pa punë, që mërzia, se jam ti paguas as punëtor, as problemet. Ku ta gjeti, cili shejtan është punësoj bash në Ramazan, qatë që i zënd nuk mund është marrë në xhami, me e falni namaz, me e falni taravi. A e ki po të shohin zia njerëzive, dhe se në Ramazan, netët e funit, 10 netët e funit, shkojnë të falen dhe të fitojnë shpërblimet mdoja, që një namaz me e falë, me ta pranua Allahu Azza wa Jall qatë namazin edhe me mbritë natën e kadit, e ki shpërblimi si 80 vjetë me boj ibadet mu falë, ato shkojnë në për berbernica, kallaballëk i madh, thjekin flokse për 30 dhe juritën flokët. Edhe atë ngrate, atë berberin se lojnë, shkojnë namaznate, edhe ato të kshitin dreqë i frizurë, se po i rritë një dig milimetra, edhin, edhe shtash kam jo prishën këtë bajramin, në gjithë, për regullave të bajramin, nëse si ki hek flok, s'ka bajram. Jo valla, nëse s'ki agjeru, s'ka bajram. Nëse s'ki fal, s'ka bajram. Nuk o nëse si ki hek flok, ta ki bajram, as ki bajram. 11 muaj, thot jam i zant, kur të vere koha e Ramazanit, thot, shtash, valla, o gjë shumë punë ka. Normal ki punë, se shejtoni ti ta ka bo punë, jo që ashtu. Muslimoni i menqër duhet 11 muaj, kur të vjere koha e Ramazanit të ndaje 1 muaj për Allah. Para me në 12 muaj Allah t'i ka lanë në dispozicion. Para me në t'i shkon 11 muaj këtë agjerim. Veç 1 muaj me pas punue. 11 muaj, 1 muaj, jo me lonë kretë punën. Po kohët kur janë të kohët namazit, qatër më ardhen. Qatër më ardhen me e falë namazin. Me e fitu shpërblimin e masit, tash fitu. A e ki po dukush kur thot, hoxho tash e kam sezonën. Tash si na të marë frimë se e kam sezonën. Nëse s'punojsh ta një sezon, probleme kam në tonë. Tash është sezona. Tash në Ramazan është sezona. Me grumbullu shpërblime, me agjerim, me taravi, me namaznate, me hatme, me sadaka, me lutje, me dua, mës me lanë namazin. Sidomos namazin edhe banë shumë dua. Banë shumë dua që Allahu të ta zbute zemrën që kur mos ta lësh namazin. Në momentin që ke me kuptu nuk ka gjonë më të rëndësishme për ti momentin që të gjonë sabah se namazi kur gjonë s'ki bo. A dini pse? Shumë prej muslimanëve ja banë hoxho, abe gjumin e ranë e kam be po më hikë sabahi. Mirë po kur vjen puna për me shku për më punë, apo kur në shkollë e shep precizosht, nuk i hik. Abe una ma kur qonën e prap e fali. Apo kur qoshti prap e falin. Tash i në Ramazani. E në të thush, hoxho, tash me valan ki Ramazani, diçka si jam i lotë shket muj. Ka me lo mas një 2-3 mujve ka ma agjeru qatëherë. A pranohet, hiç s'ki as udhëtarësie, as i smut, nuk i as kur gjo, mas një 2 mujve në ashti pak ma i këfjelt ka mukon se diçka ma i loth jam qëket Ramazan. S'pa agjeroj. A ka me ta pranu Allah? Ose thua e diçka si vjetë në haqë kur shkojnë, kumni që janë bo 4-5 milion. Kalla blëkim madh, në Arafat, në Mine, në Muzdelife, a diçka maj si të vinë haqëllet, shprazët mirë, rahat, për qefi, dhe shkoj në Arafat, dhe bëj dua pa ushti, dhe shkoj t'i fuki gurtit as një njeri sa gje. A i pranohet ti haxhi? Jo, si pranohet haxhi. Se el haqju Arafa, haxhi është Arafat, e ka ditën e caktume, vendin e caktume, kohën e caktume kur dëshmi boj ibadetet. A kaloj koha ti mundesh me net 1 vjet mëse në haxh. A mos ki haxh. E pse s'po tu pranoj ka haxhi? E s'po tu pranoj ka xherimi, e namazit pranohet futja xhumit pak para drekë falu, ka mu pranu mu namazi. Çish ka me tu pranu namazi? Allahu Azza wa Jall çka thot? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salat. Thot Allahu Azza wa Jall erdhën disa parsardhës të cilët e humbën namazin. A di çka thot Abdullah ibn Abbasi? Jo që e kanë humb ato thot namazin në tërësi, e kanë lënën. E kanë vanu prej kohës së vet. E kanë humb namazin, e kanë largu, e kanë lënë derisa ka dalë prej kohë. Ka thonë, nuk e ka fal drekën derisa ka hi kindija, e ka bashku me kindijën. Nuk e ka fal jacien deri akşami derisa ka hi koha jacijës. Nuk e ka fal jacien tu i mos sabaj, ose tu thirr mos sabaj e fal jacien. E ka thonë këto,
fe khalefe min badim khalfun adau salate, këto janë njerëzi që e kanë lënë namazin, wattabahu shahawati, dhe i kanë pasu epshet e tive, s'kan dash t'ja prishin xhumit, s'kan pas ndërmend t'ja prishin rahat lëkun, është ti ekish pijama, ti veshish ragët, marrsh abdes, 100 milion ekzibicia ka derisa të mrisht te xhamia. Fattabahu shahawati, e ka pasu epshin e vet, konjet e veta, xhumin më të shishtaj, tasosi xhumin kur çona namazit s'ka më shku, që ti ka më fal. Fasawfa yalqawna ghayya, kanë me hinin e xhehenemit, i cili është gaje. E thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur e ka në Mirax dhe kur e ka pa xhenetin edhe xhehenemin, u ka çudit prej dënimeve, është rëndit me një dënim i cili një njeri thot ishte i shtrim. Një njeri i madh e kishte kap një gur të madh, hipke mbi kokën e tij në lartësi dhe lëshonte atë gurin e madh mbi kokë dhe u çante koka e tij, u rrotulliste guri, ai njeri shkonte e kapte atë gurin, deri të e kap atë gurin, fillonte koka përsëri të bashkohet, ai përsëri hipte e xhunte dhe u çante koka dhe kështu vazhdonte. I thash o Xhibril, kush është ky njeri që është i shtrim dhe kush është ky njeri i madh që po ja xhun këtë gurin? Tha ki që është poshtë, thosht ai njeri i cili namaz sabat kur ka thirrë ezani, ja ka fut xhumit se ka pas problem hiç. Ai i cili nuk çohet, jo trupi, po mendja si çohet atje. Ai me mendje thotë unë kam me fletën. Menja. Jo me mendje. Para ta pse me kokë, Allah azza wa jalla na ka lënë teklifat, obligimet në kokën tonë. Nëse ne me kokën tonë nuk e kontrollojna trupin, kush e kontrollon trupin? Mendja e njerit e kontrollon trupin. E ke bërë çaman, nëse ja ban menës nuk muj me bë, s'munësh me bë. Nëse i thu menës si s'mund jam, për një me s'mund ki mu kon. Psiqika është që e lodh njeriun. Para ta pëmsam na ka urdhëruar vazhdimisht jemi optimist, me menduar në mënyrë pozitive. E nëse mendon njeriu në mënyrë pozitive dhe mendjen e ka pozitive dhe trupi i tij ka më kon pozitiv, për shkak se trupi është magnet i cili e ngreh mendja e tij. E thot ju çajke për shkak se ai kishte flet gjatë namazit, ja kishte fut xhumit. Nuk thëna që ka mundsi njeriu me i bë alarmet, me i bë sebepet, kanë herë mund të me zon xhumi. Kjo është shumë normal, mund të mi hik. A kupton? Për ata rufi al qalem an thalath, ka thon pejgamberi alayhis salam, është ngrit lapsi. Lapsi nuk shkruan gjunohe, as sevape nuk shkruan, as gjunohe në 3 momente, në 3 raste. Ka thonë cëlla është es-sabiu hatta yabluk, fëmia që është i vogël derisa të hije mbilik. Wal majnunu hatta yufik, edhe i çmenduri derisa të vinë mend. Çka thon? Wan naimu hatta yastayqidh, edhe ai që flen derisa zgjohet pi xhumi. Mirë po, nëse ti keni deri në 2, deri në 3 natës, as alarm, as kurxho, e ki di që nëse nen ka me të hikti, me qëllim e ke lënë këtë namaz. Me qëllim ti të ka hiki namazi. Edhe dietarët tani çka thonë? Dukush thot, o xhobe ato që po thonë argumentet e dietarët e mëdhej, sikur Nekhaiu, si Abdullah ibn Mubareki, sikur Sufjan es-Sukhtiani, sikur pe dietarëve të mëdhej që kanë thonë se lansi namazit është qafir, kanë thonë po be qafir është për ato çka e mohojnë. Jo, për ata që e mohojnë, s'ka dietar, ruzin toksor, një obligim, për obligimeve fetare, jo vetëm namazin, pa edhe zikatin, haxhin, çka do kofta, agjerim, me thonë se so fars, me direkt me automatizëm bëhet kjo musliman, bëhet qafir. Muhabeti është ai i cili e lën namazin e tij me neglizhencë. Thot haj se dhe falem, haj se ka mu fal, haj deri ditë dhe falem, pak jam i zant, pak me punë, për këtë është rreziku i madh. Edhe pse një pjesë dietarëve kanë thonë se nuk del prej feje, mirë po, kanë thonë se është në pikpyetje të madhe në rrezik se a ka mbetën në atë kornizën e islamit ajo, mos folim për ta qerë pse kanë argumentet shumëta, çka thonë, fe in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din, nëse ato pendohen, e falin namazin, e japin zakatin, atëri keni vëllezër ju në fe. Allah thot innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Shtash për me sipas këtij ajetit, ai që pendohet, edhe falet, edhe jep zakatin është vëlla. Pa ai që s'falet, ai që s'pendohet, ai që s'falet, dhe ai që s'jep zakatin, a është musliman? Kuptoj ajetin nënën e kundërt. Thot nëse pendohen, e falin namazin dhe japin zakatin, atë janë vëllezërit e ju në fe. Po nëse nuk pendohen, nuk e falen dhe nuk e japin zakatin, a janë vëllezërit e ju në fe? Përgjigjen veti. Për ata, el ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, ajo e cila është premtimi mes neve dhe ative është namazi.
Femen tarakeha faqad kafar, ai që e kalon namazin ka dal nga feja e Allahut. Para më atë rrezik i madh. Thot e Shaqiq, thot Abdullah ibn Shaqiqi, pi tabeinëve të mëdhoj, që i ka mrije shumicën dërmuese të sahabëve. Thot në kohën e sahabëve, i kumri sahabët, duke bisedu mes vete dhe duke thonë, nuk dimin ndonjë vepër e cila e shpin njeriu në kufër, mosbesim, dalë prej fesë, prej veprave të Islamit, sikur namazi. Nuk ka diçka që e kanë konsideru sahabët se është kufër lënia e një veprës përpose çka? Përpose namazit. Për ata Allahu Azza wa Jalla ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah." O ju njerëz, mos ju mashtroje juve pasunia dhe fëmijët e juaj nga namazi. Nga 5 kohët e namazit. Thot Abdullah ibn Musayyib, thot çështja është për 5 kohët e namazit. Ka njerë bëhet sebeb dukush me mos me shku mu fal fëmijët e vet. Për të kanë bëhet sebeb dyqani nuk mundet ta mshele, mendon që rrezkin nëse e mshel 5 minuta ka me hub, ka me bankrotue. Nuk e di gratis se direktori që jep rrezkin, që vajep rrezkin këtë dunjos është Allahu Azza wa Jall. Kjo si bje e ki drejtorin i cili jep rrogat, ti shkon te një punëtor më i thjesht atje edhe lut ata i thu, apo më jep rrogën ti. Po ai nuk jep rrogë, ai jep rrogë drejtori. Ti e mshel derën e drejtorit edhe shkon te pastruesi më ai lip rrogën. Çto i vjen ai që e mshel dyqanin, nuk e mshel dyqanin me nën pini mushterisë, me ardh rrezik kurse Allahu Azza wa Jall e çon rrezikun. Çka thot Allahu Azza wa Jall? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ne ju furnizojna juve dhe fëmijët e juve. Në ajet tjetër, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ne i furnizojna fëmijët e juve, pastaj juve. Është shumë interesant, kanë thonë dietar pse Allahu Azza wa Jall ka përmend dia ajete. Njëherë ka përmend prindrit, se Allah po i furnizon prindrit dhe pastaj va furnizon fëmijët e juve. E në ajet tjetër thot Allah po i furnizon fëmijët e juve, pastaj juve. Kanë menduar që mos mendojnë baballar se rrezikë janë dorën e atina, nëse kisi jep kanë me dek fëmijët e vet për bukë. Jo, rrezikë janë dorën e Allahut. Sa prej ative jetima që kanë mbetën sot i kanë kushtet më të mira se ato që kanë kaluar me babë dhe me nanë. Unë e di njerëz që sa ka kon babam gjallë rahmetlia ka dhënë maksimumin, ama çat, Zoti e shpërlyf me xhenet. Me as vdekjes atina ai na bë milionera. Rrezikë nuk ka dorën e babës. Rrezikë është dorën e Allahut. E Allahu po thotë mos mendo se në dorën tonë nëse ti nuk t'ju çon rrezik ato kanë me dek për bukë, sa Allah ti të furnizon, edhe ato i furnizon. Po kanë erë bëhet sebeb Allahu për mëshirës fëmijëve, Allah i furnizon fëmijët, në krah fëmijëve dhe ti Allah ta çon rrezikin. Edhe këtë shumica njerëz e din, para se mu koni martum, thot ekonomikisht jam kon më i dop. Në momentin që jam martu, thot ka fillu bereqetin, në momentin që kanë lidh fëmijët, kam pas pasuri më shumë se çdo herë që kam qenë beqar. Edhe kjo është realitet. Çdo njoni ka qenë student, ka qenë çka ka qenë, u ka tut momentin që është martu, janë çelë rrugën, 100 rrugë janë çelë të kur isha beqar, nuk kam pas as ardhura edhe ekonomi sikur që kam sot. Edhe kjo është e ditshme, e për ata Allahu Azza wa Jalla tërheq vërejtjen, thot mos t'ju mashtroje juve pasunia në evladi nga namazi. Allah thot: "Wa idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fasau ila dhikrillahi wa dhal bay." Plus për ditën e xumo e ka decit ka thonë, leni një shit blerën, leni një kitë punë të juve, në moment, kanë thonë se dhe nëse një që keqë në qatë moment, që ti rezoni, ti më shonë, apo në qatë moment që jep dukujna i merë, qatë të parët si ki halal, se Allah dhëtë qëtaj braktise, lene, tak. Sahaba dhëtë kër e ka një zoni, që kanë të punu të ara, ka thonë Allahu Ekber, që ka pas, e ka shlu, si ka mshu edhe njerë, ka thonë se që këtë haram e ka mi mshu edhe njerë, se zoni ishte, Allah është më i madh, Allahu Ekber shka të me thonë, Allah është më i madh, e tash në thëmë, ja Allah, puna është më i madh, po i mshu edhe njerë, ja Allah është më i madh, Allah është më i madh, tash të Allah do të më shku. Te krijuesi jon do të më shku. E çto e kanë kuptuar sahabët rëndësinë për ata Allahu Azza wa Jall, ju ka dhënë bereqet madh në jetën e tyre. Ju ka dhënë bereqet në fëmijët e tyre. Ai keni pasur fëmijët, munohet baba me mishe me shpirt, ka 2 puna, ka 3 puna, ndoshta dënjëherë hin halal në haram me kujt diçka, me ia plotsu kushtet, në fund djemt e vet nuk e marrin dorë. Fëmijët e vet se marrin dorë. Ai dini pse? Se ai nuk i rit për Allah. Ai sa është i vogël nuk interesohet fëmijën e vet me çun xhami me mësu Kur'anin, librin e Allahut. Ai nuk e këshirën, ai ka fal namazin, a vesh mira ka shku në shkollë. A çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum wa hum sab'a.
urdhërojni fëmijët e juve për ta falë namazin duke I pas ato 7 vjet. 7 vjet se ka be obligim? Me ja kallëzu ati fëmijën se ki rrës që pëna ven, këto mirësi që pëna vin, neve që na ka kriju, është një Rabbul Alemin, Allah Azza wa Jall, I cili është Razzakun dhul quwwatil metin, na ushqen, na furnizon, e kemi obligim t'i bim sejdë dhe të falenderojmë për të mirat që na jep Allahu për ditë. Thot, në 7 vjet urdhëroj mu falë, kur t'i bëje 10 vjet nëse e që s'falet, do më thonë, pin 7 vjet, deri në 10 vjet, 3 vjet, falu, 5 herë dit, falu, me 100 herë, me 1000 herë, edhe kur t'vere mas 3 vetëve, thot shkulja pak veshim, shoj ka pak, jo, se ne, mujna, kanë herë e rejfna vetëm se e ka haru e lapsin më në shkollë. Kanë herë e rejfna vetëm se si ka lidh tojat. Kur njerë se rasna një shpull që të arrejnë, mi thonë, namazim e se falë shkove, lapsin, një shpull. Patikat si ka vesh, ka e prapa, si ka fshi mare, kanë me na kesh shkolla. Jo, be, më të kesh, ti du të më tartë mare për Allah të zëgjel që të ka dhonë mirësi, dhunti, begati, të ka udhëzu, të ka dhonë familje e fmi, e plus të nuk e ki gajle fmijën stanë me I thonën, falën njëre namazin. Pastaj Allah ka me dhonë bereqet në gjdo vej për qeter të cilën e ban. Djetor kanë thonën për ajetin ma seleka kun fi sekar, kanë thonë çka është tini juve në xhehenemin I cili është sekar, qalu lam nakun min al musallin, nuk ishmi pjative që falna hiç. Djetor kanë thonë ai që s'falet, ka mu konë në xhehenemin I cili është sekar. Ka ardhën transmetim tjetër, thot ai I cili nuk e fal namazin në ditën e Kiametit do të ringjallët bashku me Firaunin, me Karunin, me Hamanin, me Ubej ibn Khalaf. Pse? Ka thonë atë që e ka preokupua mbretëria dhe pasuria dhe posti, ka me qenë barabar me Firaunin. Se Firauni krye lartësia e tij, e cili ka qenë mbret, e ka ndalë që ai mos ta pranoje fenë Allahu. Po ashtu thot Karuni, I cili ka qenë tregtar I madh, ai I cili është e mashtron tregtia, mos më shku me fal namazin, ka mu ringjall me Karunin. Ai I cili është njëri I angazhuar me punë të dunjës me Hamanin, ai I cili është kryetar I ndonjë vendi, ndonjë partie, ku I diune, sikur ishte do raste, ishte koha e namazit, ato mbajshin mbledhim midis xhamive, çelkit me karike, hoxhallar e njerëzi e pritshin sosët ajo programi, namazi u fal, ka ato pritshin programit sosët. Nuk ka gjonë më të rëndësishme të sa namazi, I le krejt, oti ai që jep mirësi, dhuntit, shpëtimin, lumturin, këtë botë, botën tjetër, ai që të ngrit në këtë dunjo, ai që të ul ju izzu me njëshe, ju dhillu me njëshe, e ngrit kanë do Allahu, e ul kanë do Allahu, nuk kanë njerëzit në ngritin edhe të ulin, njeri vetën e vetë se në ngrit. Nësa Allahu e nënshman, s'ka mundësi kur kush ta ngritë. Atë çka e ngrit, s'ka mundësi kur kush ta nënshmoje. Lidhet më si këput lidhet me Allahun Azza wa Jall. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith, men taraka salatan maktubatan mutaammidan, kush e lën një namaz I cili është farz me qëllim, faqad bariya dhimmat Allah, do t'i heqet prej tij garanca e Allahut. Para më do të thonë ai që fal ka namaz, ka një nën mbikëqyrën e Allahut, nën garancën e Allahut. Ai që s'falet, ju ka heq garanca e Allahut. Para më ti një president I cili ka truproje të mëdhoj, edhe I ka nosët rreziku nga çdo anë për ta likvidu, në moment I tërheqën këtë garancat e atina I mbet vet. Ai se zeveni vet. Mirë pa është njeri, mirë po mu hej garanca e Allahut. Mu hej garanca e Allahut. Edhe mu mbledh këtë truprojt, momenti me vendos Allahu Azza me ta marr shpirtin, këtë me kci me të mblu me jeleka me kujt diçka se ne nalin shpirtin pa dal. Do të thonë, me hej garancën është një rrezik shumë I madh për muslimanin me hej garancën e tij. Thot men taraka salatan wahidan mutaammidan, kush e lën një namaz, thot Abdullah ibn Mas'udi, me qëllim, thot laqi Allah wa huwa ghadban, do të takon ditën e gjykimit Allahun Azza wa Jall duke qenë Allahu I hidhruar me këtë person. Thot edhe çket më e përfundojna, në kohën e Musaut alayhis salam, thot po vjen një grua e cila është nga israeliatët, kjo normal, thot vjen një grua dhe I thot Musa alayhis salam e kum boni gjuna të madh, kum bo zina, edhe fëmijën çka e kum pas e kum hedh, domethënë e kum nxjerr. Musa alayhis salam ka thonë largohu, ka thonë ti pas ke boni gjuna shumë të madh, kam frikë për Allahut, çka pas ke bo largohu. Kur largohet ajo gruaja, I vjen Xhibrili alayhis salam dhe I thot o Musa, thot erdh një grua dhe ti e largove. Thot po I kishte bënë gjuna shumë të madh. I ka thonë a ditë se ajo është gjunaji më I madh sa ajo krejt. Ka thonë callash, ka thonë lonja namazit. Me lon namazin gjunaji është më I madh se krejt gjonat tjera. Për ata Ibrahimi alayhis salam kur e ndërtoi Qabën çka tha? Duajin e parë çka e boni?
Rabbi xhalli muqime salati wa min dhurriyyati. O Allah, pranoj këtë veprën time dhe shkak i këtij angazhimi të madh që e kumbo une, bëni që fëmijët e mi ta falin namazin. Për Ismail a.s. kana ya'muru ahlehu bis salati wa zakati. Pra Ismail a.s. i urdhëroi të fëmijët e vet me namaz me zeqat. Allah subhanahu i drejtohet edhe Maryamës, ja Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warki'i ma'rakin. O Maryam, fale namazin, rin kom me besimtarët, kur rin kom, ban ruku dhe ban sejdë së bashku me ata. Kjo çka na tregon ne, edhe për Musa a.s. kur ka ardhur shpallja dhe ka shku Musa a.s. mu taku me Allahun dhe e ka pas zjarin, ka thon innani an Allahu la ilaha illa alladhi, unë jam Zoti, s'ka që të përpës me, wa aqimi salata li dhikri, dhe fale namazin në përmendjen time. E ka urdhru këtë pejgambert, i ka urdhru me namaz, dhe këtë pejgambert kanë bërë dua për fëmijët e vet që Allahu t'i udhëzoje. Ku t'i udhëzoje? T'i udhëzoje në namaz. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala t'na udhëzon neve në namaz, t'i udhëzon fëmijët e ton namaz, familjarët e ton namaz, që namazi është shtylla e dinit ton, është themeli kryesor që cilët e mban dinin, dhe ta takojmë Allahun azza wa jall faqe bardh duke e fal namazin, sepse e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili e fal namazin ditën e gjykimit, edhe punët e vogla çka si ka, Allah ja fshin, ai që se ka namazin, atëherë i vështirëson edhe punë të tjera. E lutim Allahun azza wa jall që të takojmë me namaz duke qenë i kënaqur me Allahun azza wa jall, dhe Allahu azza wa jall i kënaqur me ne, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me pejgamber të tjerë deri në takimin tjetër. Allahu ju shpërblet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.